Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Allahumma lakal hamdu kullu wa biyadika al-khayru kullu wa ilayka turja'u al-amru kullu. Falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, mëshiruesin, mëshirbërsin. Falendrimi takon vetëm atij se është I vetmi që meriton të falendrohet, të madhrohet, të adhurohet. Kurse salavatet dhe selamet për shëndetje tona të përzemër të dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, për hir të Allahut, me lejt Allahut te bareke ve teala, në këtë natë do të flasim rreth një smundie që konsiderohet prej smundive më të mëdha të zemrës, e cila smundi, cilësi, karakteristik u bo shkak sebeb që iblisi I mallkuar të largohen nga mëshira Allahut, e cila cilësi dhe smundi u bo sebeb që Kabili të mbysë vllaun e tij Habilin, e cila cilësi smundi është sebeb shkak që sot vllau me vlla të mos flasin mes vete, ta mbysim, ta vrasim njëri tjetrin, për shkak të kësaj cilësie dhe smundie që e posedon shumë njerëz, për shkak të kësaj smundie që më të madhe përhapet edhe sihri, magjia mes njerëzve dhe ja bojnë zullumi të keq njëri tjetrit. Për shkak të cilës smundi sot bëhet e keqja më të madhe në këtë tokë, në këtë dynja. Pa pikë dyshimi, kjo smundi dhe kjo cilësi nuk do të ekziston në xhenet tek ata të cilët do të jenë prej banorëve të xhenetit. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bën të gjithëve prej xhenetlive. Prandaj është thënë një fjalë, el hasudu la yasudu. Smirziu kur nuk bëhet prijes. Asnjëherë nuk mund të jetë në sundim. Pse? Njeriu, ai smirziu I cili ka smirën, ky njeri nuk zën vend kur. Ai me qenë kryetar, për shkak të smirës që e ka ndaj teje, ai e lën prersin, e lën kryetarllëkin, e lën udhëtsin, ta zën qatë postin të cilën ti e ke qofsh edhe çoban. Ai shef se ti ke dhënë delet e tu, dhe ai është pris, ai është udhëheqës, lider, por nuk është çoban. Ai e lën udhëhecin e ti dhe vjen të ta zën ty vendin, vetëm ti mos me kanë çoban. Vën ai nuk zën. Pra nuk zën ve kur smirziu ai I cili zemrën e ka të mbushur me xhelozi, me smir, me hased. Çka është hasedi? Hasedi është me shpresu, me ju largu të mirët që I ka tjetri dhe me I posedu ti. Me I hub të mirët që I ka tjetri dhe me I posedu aj si smirzi, si hasedji, si xheloz. Nëse ti ke fëmi, ai dëshiron që ty me të vdek fëmit, dhe ai me pas fëmi. Nëse fëmit e tu janë të udhëzum, ai dëshiron që fëmit e tu me shku në dalalet me deviju, dhe fëmit e ti me kanë më të mirë se fëmit e tu. Nëse ti ke pasuri, ai dëshiron dhe shpreson se dëshira e ti e madhe shpresa është që ti me hub pasurin, mos me pas pasuri, dhe ai me posedu qatë pasuri që ti e posedon. Ky person, ky njeri, është si gjarpri, I cili gjarpër është I mbushur me helm. Gjarpri kur është I mbushur me helm, rahat nuk bon, rahatlëk nuk bon, I qetë nuk është. Gjarpri qetësohet masi që ta gjun helmin. Kështu edhe smirziu. Ai rahatlëk nuk bon, I qetë nuk është, për deri sa të keqen nuk e bon. Kur ta bon të keqen, atëhera I qetësohet si kur gjarpri. Allahu na ruaj nga sheri I tyre. O min sharri hasidin idha hasad. Dhe prej së keqes së smirziut, kur ushtron, kur e bon smirën e tij. Se është I mushet me sherr. E në momenti kur është I mushur me sherr, me hased, me smir, Allahu na ruajt prej keqes së tij. Sepse tash ku do ta gjunaj helmin e tij dhe në çfarë mënyre do ta gjun?
Tham Allahu subhanahu wa taala largoi iblisin nga mëshira e Allahut për shkak të smirës. Pse? Tha khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min nar. Atë krijove prej dheu, e më krijove prej zjarri. Kur Allahu subhanahu wa taala ja pranoi kurbanin Habilit dhe nuk ja pranoi Kabilit, dy djemtë e Ademit alayhis salam, smira u bo sebeb që Kabili ta mbyse për shkak të smirës, sebeb ta mbyse vllahun e tij Habilin. Dhe sot çdo vrasje që ka ndodh në këtë rrezull toksor, të gjithë i shënohen si mëkat, si gjuna Kabilit që e mbyti vllahun e tij Habilin. O thot Allahu subhanahu wa taala: "Watlu alayhim naba ibn Adam بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر." Historinë e dy bijve të Ademit, kur njërit ju pranua kurbani e tjetrit nuk ju pranua kurbani, dhe për shkak të saj i tha vllaut vet, la aqtulannak, do të mbysi ty. Do të mbysi ty. Sot ndoshta nuk mundet të ta thot fjalën do të mbys në mënyrë indirekte. Për shkak të begative me të cilët ka begatu Allahu ty dhe ai nuk i ka, për shkak të pasurisë që ti e ke e vllau nuk e ka, folim për vllaun, prej nane, prej babe. Për shkak të fëmijëve që ti i ke të uzuar të mirë dhe ai nuk i ka, për shkak të bukurisë që ti e ke ai nuk e ka, ai nuk mund të thot në mënyrë direkte do të mbys, por dëshira dhe shpresa e tij në zemrën e tij është kjo, që ai ty të mbyse. Dhe ai këtë e aplikon, wa min sharri hasidin idha hasad, ai aplikon këtë e bon, po tash e bon në mënyrë indirekte, jo në mënyrë direkte. Si sihr, magjia, që është e përhapur me të madhe tash në këtë kohë, me të madhe. Ja bon kunati, ose kunata, djemve të kunatit ose të kunatës. Halla ose tezja nipnive mesave. Njerëzit më të afërt. Dhe këtë dëshmon vetë historia islame, se njeriu më i afërt e mbyti vllahun e tij. Nuhi alayhis salam, njeriu më të afërt armik i tij, gruaja djali. Ibrahim alayhis salam, baban e tij Azerin, armiku më i madh. Pejgamberi sallallahu migjallarët e tij, njerëzit më të afërt dhe kështu deri në kiamet. Po pse të ekziston kjo armiqësi? Për shkak të smirës. Po pse të ekziston smira? Kjo do ta cekim pastaj. Se me një zemër që në të cilën nuk ekziston imani, nuk është e mbushur me iman, me bindje dhe pajtueshmëri ndaj caktimit, vullnetit të Allahut, ai është e mbushur me smirë. Se një zemër që nuk pajtohet me vullnetin e Allahut, me kaderin e Allahut, ai është e mbushur plot me smirë. Se nëse ai ka pasuri, si ai ka bukuri, si ke dhënë ti, nëse fëmijët janë të uzuar si ke uzu ti, këto janë dëshirat, vullnetit të Allahut te bareke ve taala. Dhe kur ai nuk pajtohet me kaderin, vullnetin e Allahut, çka bën? Zemra ti, normal, shejtani ka mbushur me plot helm. Me plot helm, cilin helm tash ky po e nxjerr jashtë, po në mënyra të ndryshme. E një prej tyre është me të madhe sihri, magjia, ku vujnë me të madhe njerëzit dhe që janë lodhur shpirtërisht dhe psikikisht nga ky sherr që ja bëjnë njëri tjetrit për shkak të saj smundie me të cilën i kanë mbushur zemrat e tyre dhe nga e cila smundi vujnë zemrat e tyre. Jusufi alayhis salam, nga pejgambert e Allahut, bir i Jakubit, që e deshte shumë Jakubi alayhis salam. Mirë po, për shkak të afërsisë që kishte te babai i tij, vëllezërit e tij e xhelozun. Apo çka than? Idh qalu li Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina mina wa nahnu usba. Than Jusufi dhe vëllau i tij Binjamini janë më të afërt, më të dashur te babai ynë se sa ne
Kurse ne jemi grup të fort, u nahnu usbe, inna abana lafi dhalalin mubin. Baba in është me të vërtet një gabim të qartë. Tha njëni, uktulu Jusufe, mbyt njëni Jusufin. Ha? Ku qënë smira? Uktulu Jusufe, tha njëri për tyre, mbyt njëni Jusufin. Vlau vlan. Për shkak se është me i afërt, me i dashur të babaj. Mbyt njëni. Qka pastaj, uktulu Jusufe, o të rhuhu ardan. Mbyt njëni, vrit njëni Jusufin, ose hidhni dikun largë, që të mbetini vetëm ju të babaj juaj. Pra, tash, për më udash juve babaj, më shumë se Jusufin, banja një ati shërrin të keqen, edhe ju do t'jeni më të dashur të babaj juaj. Kjo shërri e keqe e smirëzjut. Personi që zemrën e ti e ka të mbushur me smirë, Allah unë arrojnë nga e keqe e ti. Edhe njerëzit më të këqi, në rruzullin toksor, vrasësit e pejgamberëve dhe vrasësit e jetimëve dhe fëmijëve dhe grave, si që i vrasin sot dhe i masakrojnë, Allahu i nxjerrë selamet, ata janë njerëzit më hasedgji, njerëzit që më së shumë të i zemrat e tyre i kishin dhe i kanë të mbushur me smirë. Dhe ata që kishin hased dhe xhelozin dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata e gjelozun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se Allahu subhanahu wa taala e zgjodhi atë si pejgamber. Se ata e pritnin pejgamberin prej mesit të tyre. Po kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mesit të Mekazve Kurejshve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim. وَوَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. Shumë prej tharëve të librit dëshironin t'ju kthejnë juve pas besimit tuaj në mosbesim, nga smirat që mbajnë ata mbreda vetes së tyre. Tash, nëse ndalim i pak, Iblisi, Kabili, vëllezërit të Jusufit, ai i cili ka smirë në zemrën e tij, ka një cilësi prej cilësive të shejtanit. Ai i cili posedon këtë cilësi, ai posedon një cilësi të shejtanit. Posedon një karakteristikë të shejtanit, të Iblisit, uliadhu billah, sebeb që të largohet nga mëshira e Allahut. Në moment kur zemrat tona ka smirë, ne kemi një pjesë të shejtanllëkit. E nëse kemi një pjesë të shejtanllëkut, mos harro se fiket drita e imanit me ngadalshmëri në zemrën tënde. Sepse ai është i krijuar nga zjarri e jo nga drita. Dhe në momenti kur ti posedon një cilësi që ai e ka, ty të fiket drita e imanit në zemrën tënde. E të fiket zemra e imanit në zemrën tënde kur ti nuk je i pajtueshëm me vullnetin dhe caktimin e Allahut te bareke ve teala. Am yahsudun an-nas ala ma atahum Allahu min fadli? A thua ato i smirëzojnë njerëzit për të mirët që Allahu a ka dhënë njerëzve? Ata jenë vrasësit e pejgamberëve dhe fëmijëve. Ata i xhelozojnë, i smirëzojnë njerëzit. Cila është gjendja e smirëzjut ose ati kaskanxhiut ose ati xhelozit? Cila është gjendja e tij shpirtërore? Brenda, si është gjendja e tij? Edhe ne, mos dashtë Allahu mund vim në një gjendje të tillë nëse nuk pajtohemi me vullnetin e Allahut. Andaj, i kënaqur me gjithë atë që Allahu ty ta ka dhënë dhe ka caktuar për ty. Nëse nuk dëshiron ta posedosh këtë cilësi. Kështu siç je tash momentalisht, në shtëpi, me pasuri, me familje, në gjendje në të cilën ti je, thuj elhamdulillah. Shprehe kënaqësinë tënde me vullnetin e Allahut. Se Allahu kështu don. Nuk mundemi të jemi të gjithë barabartë në jetë. Dikush më i pasur, dikush më i mequr, dikush më i urtë, dikush më i bukur. Allahu kështu don. Dhe ne themi elhamdulillah. Si këtë kishim qenë të gjithë në një gjendje, me pamje, me pasuri, me bukuri, me fëmijë, s'kishte qenë jeta interesante. Po shikojeni njëri tjetrin, të gjithë jemi të ndryshëm, dallojmë njëri nga tjetri. E nëse je i kënaqur me këtë, shpreh kënaqësinë e Allahut, atëherë ti do të jesh në selamet, do të jesh i shpëtuar nga kjo smundti e keqe, cilësi djallëzore, waliyadhu billah. Smirëziu është armik i mirësisë së Allahut te bareke ve teala.
Ai nuk kënaqet me caktimin e tij, me caktimin e Allahut te bareke ve taala. Kjo është armik. Nuk pajtohet me gjykimin e Allahut te bareke ve taala. Ebu Hatim el-Busti, Allahu më shiroft, ka thënë: sa e shëmtuar është smira për njeriu, sa e keq është smira për njeriu. Çka sjell? Ajo sjell pikëllim. Ajo sjell smundje pashërim. Njeriu që ka smirë në zemrën e tij, ai vun, është në vujtje, është i smut. Për shkak të smirës, pastaj të keqës së tij që ai e ka, posedon zemrën e tij, ai gjithçka është i ka që të bën. S'ka kufi limit të ai. Dhe themi, pse bez ndalet, nuk dalet. Sa i vun nga kjo smundti. Smirëziu kur sheh tek vllai i tij ndonjë të mirë, ndonjë mirësi, tronditet. Dhe kur e sheh në vështirësi, ai gëzohet. Ai rahatlukun e bën kur ty në të keq, në gjendje të rëndë të sheh. Ai kur gëzohet, kur ti smuhesh. Ai kur gëzohet, kur ty e vladi të vdes. Ai kur merr lajmin se ty të ka vdekë vladi, ai kënaqet, gëzohet. A mund të imagjinosh gjendjen e tij? Ai kënaqet, gëzohet. Ndoshta mesi njerëz, po be për gjina, se ndoshta ai shpreh atë dhimbjen, po jo. Zemra e tij kënaqet, gëzohet pse ty të ka vdekë vladi. Kur ai ndëgjon se ty të ka ndodhur ndonjë aksident, ai gëzohet, ai lumturohet. E kundërta, kur ai merr vesh lajmin se vladi yt është bë hafëz, pa i plas nga xhelozia. Ai vetë sa është të vdek. E kur merr lajmin se vladi yt është martu, ose se e bë pasanik, pa i është, ai vdes nga e keqja. Sa i nuk pajtohet me këtë gjë. Kjo është gjendja e smirëziut. Allahu mos na boft të tillë. Allahu mos na boft të tillë se është gjendje rëndë, mund të imagjinosh. Me u gëzu, kur të dëgjosh lajmet këqija tek vëllezërit e tu. Edhe me u mërzit, me u piklu, kur të dëgjosh lajmet mira tek vëllezërit e tu. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dhe pastaj thot: "Was'alullaha min fadli." Mos dëshironi atë me të cilën Allahu ka dalluar disa prej jush mbi disa të tjerë. Ju kërkoni nga mirësia e tij. Nëse ti shikon një të mirë të vllau yt besimtar, alhamdulillah o Allah, shtoj atë mirët e tij. Shtoj atë mirët e tij. Më mundsoj edhe mua Allah. Më mundsoj edhe mua, mi shtot mirët, mirësitë tua, që edhe unë të bëj të mira ai si bën. Në dy gjëra lejohet xhelozia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dikuj që Allahu ja ka mundsu Kur'anin ta mëson, me Kur'anin ditët të punon, e natën Allahun ibadet ta bën. Edhe ti ke të drejtë çka? Me xhelozu edhe ti me ditë, me njoh Kur'anin, me mësu, që ditën me adhuru, që ditën me punu, natën me adhuru. Ama ti je i kënaqur me gjendjen e vllaut tënd, i kënaqur që ai e ka mësu Kur'anin. Dhe dy, atij të cilit Allahu i ka dhënë pasuri, ti gëzohesh, ti i kënaqur pse Allahu i ka dhënë, thua alhamdulillah, se me atë pasuria jep sadaka, u ndihmon nevojtarve, jetimave, dhe ti je i kënaqur. Ti je i kënaqur. Edhe, ama ti dëshiron edhe ty Allahu me të dhënë. Ti këtë don dhe kërkon që edhe ti bësh të mira që ai i bën. Ama ti nuk mërzitesh se ai këtë pasuri e posedon. Çka ka thënë Ebi Sufjani, Muawiya ibn Abi Sufjan radiallahu anhu? Ka thënë, kullu nasi aqdiru an ardih. Të gjithë njerëzit ka thënë mundem me i kënaq. Mundem me i kënaq, të gjithë llojet e njerëzve, ama ka thënë hasexhiun s'mundem me kënaq. Hasexhiun, ai që ka smir s'mundem me kënaq atë. Sepse çka e kënaq hasexhiun? Atë e kënaq largimi ose shkatrimi të mirëve që ti i ke. Por me të kënaqur ty si hasexhi, duhet me vdek fëmia, me hum pasurin, me usmu unë, me u zhduk. E atëre sa e ka me u kënaq, e këtu në kënaqish. Ka thënë gjithë njerëzit mund të me kënaq, ama këtë jo. Ka thënë Ibn Sirini, ma hasatu ahadan ala shay'in min amri dunya. Asnjë ka thënë unë për çështjet e kësaj dynjaje asnjë njeri nuk e kam xhelozu. Asnjë. Dhe askuj s'kam pas xhelozi. Ka thënë nëse është prej banorëve të xhenetit, për një punë që e ka një punë, për shembull, tash falet
me xhelozu se falet, dhe me amendu të keq nëse falet, po falja e namazit është vepër e banorëve të xhenetit. E qysh ka thënë me xhelozu dikë për një punë xhenetlive kur duhet edhe unë me kam për xhenetlive. Edhe dikë që bën një punë për punëve xhenemlive. E qysh me xhelozu atë njeri edhe unë me kam për xhenemlive? Asnjëherë ka thënë unë asnjë njeri se kam xhelozu për një çështje të kësaj dynjaje. Se nëse e xhelozon për një vepër e mirë, ai është për xhenetlive, edhe ti do me kam për tyre. E nëse është për xhenemlive, me xhelozu pse konsumon alkool, me xhelozu se bën imoralitet, me xhelozu se po bashkëpunon se bën vepra të këqija të pista, edhe me xhelozu tash se ai është për xhenemlive dhe ti me kam për xhenemlive? Jo. E ka thënë, s'kam xhelozu asnjë njeri në rrugëllit toksor. Si mund ta lam smirën, ose ai që do ta dëgjon ligjëratën, si mund ta shëron zemrën e tij nga kjo smundje e keqe e rëndë, e që mundet na kaplon të gjithë, nëse nuk pajtohemi me vullnetin e Allahut. Zbatoj urdhrat e Allahut te bareke ve teala dhe shmangu ndalesave të Allahut. Zbatoj urdhrat e Allahut dhe largohu ndalesave të Allahut. Kënaqu me caktimin e Allahut te bareke ve teala, me kaderin që Allahu ka caktuar për ty, për mu, për të gjithë. Dhe se kjo është caktimi i Allahut dhe kështu Allahu dëshiron. Ti i kënaqur me caktimin e Allahut, do të çrohet zemra yte nga kjo smundti. Dhe nështroju Allahu te bareke ve teala. Mendo për pasojat e këqija të smirës në dynja dhe në ahiret. Dalu pak dhe mendo. Çka do të ndodhë ty dhe çfarë vujtje e ti si smirëzi dhe çfarë dënimi do të kesh në ahiret. Kujdes nga largimi dhe urrejtja e njerëzve. Nëse ti njerëzit i xhelozon, njerëzit me ty nuk do të rinë, dhe askush nuk dëshiron me ty me nejt. Jo besrijet me atë, pse? Shumë be hasedgji, shumë xhelozon, kaj trupin e ka të mushet me hased. Kur dikush të vrejnë se ti e xhelozon, në diçka, ai nuk dëshiron me nejt me ty, sa i s'është rahat. Se ai e din se ti sherrin të keqin do t'ja bësh. Prandaj është thënë, kujdes se si sillemi me njeriu hasedgji. Mos e provoko me të mirët e tu. Kujdes. Mos e provoko. Mos i trego. Sot kam arrit kat. Ka që kam bo. Mos. Sepse ti e provokon. A i vetë se ka smirë zemrën e ti. E nëse ti e provokon, a i të keqen do t'a bën. Pra, mbuloj, ma pak fol për të mirët që ti i ke. Sepse ma pak a i të keqen do t'a bën. Dhe sillu mirë me të. Si mëre? Po sillu mirë me të. Se a ishtë thamë si gjarë për i. A është i mbushur me helm. Edhe nëse ti sillesh keq me të, a i të keqen do t'a bën. Sillu në mënyrë të mirë me të. Mos e provoko me të mirët, begatit me të cilët mirësia Allahut ka begatu. Kështu që në këtë mënyrë, në mënyrë graduale, shërohet zemra e tij dhe stabilizohet. Haj zemrën plot mirë, ti krejt mirat rrjetet sociale i poston. Poston veturën, që ke blet, sa e blet veturën, alë të shti, po së më zën mull gjumi edhe së më zën lezet lëki knatësia, po mos me pa bota dynjaja, çfarë veture kam blet? Duhet me pa. Po, si be djalin e kumbo synet, mos me dit halkit bot, edhe i kinezet jenë kin, mos me dit se kam bo djalin synet, bo më rjetet sociale Facebook, djalin e ka bo synet, haj tjetëri s'ka fmi, haj tjetëri vun, edhe haj tash është i smut, haj mani ti për toke, zemra të mbushet me smir, e ti tash poston rjetet sociale se ke bo djalin synet, haj s'ka fmi. Si mëre fasadën e reja kam vëndu shpejs edhe mos me dit bota e Amerikani atje në Amerikë, çfarë fasade i kam dhënë, i kam bo shpejs, alu duhet ta postoj rjetet sociale. Po, haj tjetri, zemrën e ti mbushet me plot smir, fukarallëki e ka rëzu, imani i ti për toke, dhe shikon dhe se ti çka, deri ku ka arrit, ti në këtë mënyrë i provokon, smirzit, i provokon zemrët e tyre, edhe pastaj çka? Mole se bereqet në të s'kemi. Ma shpejt se problem me vladët kemi. Ma shpejt se e vladi me nusën jetë të uda. Ma shpejt se bereqet të shpija s'ka. Ma shpejt se rahatlëk të shpija s'ka. Ma shpejt dalin për shpije. Pse?
po dikush diçka na ka bo. Po ta ka bo se ti e provokove. Haj vetë se zemrën e ka të mushet me këtë smirë, me këtë urrëtie. Edhe ti e provokon me të mirët e tu. Edhe pastaj tash do të më bu me 1000 kilometra me shku na për Rukëgjin, na për Sihirbaza, na për Fallxhora, për shkak të budallëkit tem. Për shkak të mos urtësisë time. Çka ka nevojë? Pse ti me i tregu botës pse e bon sunet e vladin? Treguj me telefon si çka hije, familjarëve të afërmëve tu, ata që të t'i ftojsh për një darkë, për një drejkë. U kri puna. Pse ti dojtë more ta postojsh veturën e rejtë që e ke ble? Ti e blete për halë kita për ty. Ti e bleve për ty. Po pse dojtë ti tregojsh botës? Pse dojtë ti provokojsh zemrat e njerëzve të smut të ta bëjnë të keqen? Prandaj sot janë shtu problemet shpirtërore. Prandaj sot problemet familjare janë shtu. Prandaj divorcet janë shtu. Prandaj përlarjet, ndarjet, coptimet familjare, shoqërore janë shtu, sepse ne nuk kemi të urtë dhe nuk mendojmë se çka bëjmë. Masi na ndodhe keqa atëherë se kuptojmë. Po, më ndodhe keqa. Andaj ndaluni. Ndaluni me këto gjëra. Mos veproni kështu. Të mirat që Allahu vi ka dhënë shfrytëzoni, kënaquni, falendroni në Allahu te barekuhu teala, shfrytëzoni maksimum për ty për familjen tënde. Shfrytëzoj, kënaqu, alhamdulillah. Dhe falendro Allahun natë ditë. Ama mos i provoko zemrat e njerëzve të smut. Luftimi i vetes dhe friga nga Allahu te barekuhu teala. Ta mundson që me shëru zemrën tënde nga kjo smundje e keqe. Duke pasur frikë Allahu subhanahu wa taala se si Allahu do të donon dhe çfarë llogari do të japi para Allahut subhanahu wa taala nëse zemra yt është e mbushur me këtë keqe. Si ta mbrojmë veten nga smira e të tjerëve? Ne kështu e pastrojmë zemrën, ama si ta mbroj veten nga të tjerët? Okej, çka ti bëj atij që është i smut? Okej, nëse unë jam i smut, kam me i bë këto gjëra. Kam me i zbatu urdhat e Allahut, kam me u largu ndalesave të Allahut te barekuhu teala, kam me qenë i kënaqur me caktimin e Allahut te barekuhu teala, kam me mendu mirë për pasojat e smirës nëse e kam në zemrën time, nëse e posedoj, dhe çysh Allahu ka me më dënu në ahiret. Kam me mendu mirë çysh njerëzit kanë me u largu prej meje, dhe gjithashtu kam me luftu vetin tim dhe kam me pas frikë Allahut. Ama çka kemi i bëu atij tjetrit? Çysh me vepru? Cilë është fajim nëse ai i vun nga kjo smundti, edhe si të veproj? Kërkon mbrojtje nga Allahu te barekuhu ve teala, kërkon mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala që të mbron mi sharri hasidin idha hasad. Wallahu më ruaj nga sherriti, wallahu më ruaj nga keqja e tij. Sepse Allahu na ka urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje. Devotshmëria dhe ruajtja, realizimi i urdhrave të Allahut te barekuhu teala, i devotshëm Allahu subhanahu wa taala ndaj Allahut azza wa jall. Kujdesi sillesh me Allahu subhanahu wa taala, realizoj urdhrat e Allahut azza wa jall, i ibadetçi, i adhurus, që të jesh në mbrojtjen e Allahut te barekuhu teala. Për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men salla salatul fajr fa huwa fi dhimmatillah." Kush e fal namazin e sabahit është në mbrojtjen e Allahut. Nëse fal namazin e sabahit, nis mirëzi të keqe nuk mundet të ta bën, se je në mbrojtjen e Allahut te barekuhu teala. Merri sebepet që të jesh në mbrojtjen e Allahut te barekuhu teala. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaydum shay'a, thot Allah, nëse bëni durim dhe keni devotshmëri, dredhit e tyre nuk do t'ju dëmtojnë juve. Dredhit e tyre nuk do t'ju dëmtojnë as pak. Shtetu tek Allahu subhanahu wa taala. Askush atë keqën sun të ta bën pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. I mbështetur në Allahun, merri sebepet shkaqet që Allahu të mbron. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ai që mbështetet në Allahun, i mjafton Allahu atij. Vallash më mbështet në Allahun subhanahu wa taala. Largimi i mendjes nga smirëziu, mos më mendu shumë për të. Mos më u marr me të. Siç merremi ne sot, filani, pishmani. Filani ma boni, pishmani ma boni. Jo ky më mendon të keqen. Jo ky natë mend, ndalu, pastroje mendjen tënde nga kjo gjë. Mos u merr me këtë person. Drejtohu gjohet tek Allahu subhanahu wa taala me sinqeritet, sepse veprat e tua pa sinqeritet tek Allahu nuk pranohen. Jep sa më shumë lëmosh sadaka. Bën vepra të mira, sepse lëmosha, sadakaja, bamirësia është sebeb që Allahu të mbron prej veprave të këqija. Ti nuk e din sa herë ai ka tentuar ty të keqe me ta bë. Ama sadakan që ke dhënë ka qenë sebeb që Allahu të mbron. Ti se din atë? Ti se din sa tentime janë bë. Ti nuk e din çka është mundu, sa është mundu, ama nuk ja ka arrit. Pse s'e ka arrit? Po një franak që ke dhënë fi sebilillah, 50 franak që ke dhënë për çat jetim, 50 franak që ke dhënë për çat fukara. Allahu subhanahu wa taala të mbron. Ti nuk e din. Këtë din vetëm Allahu azza wa jall.
Aman, bindjen që e ke, se Allahu të mbron, kjo mjafton. Ti vetëm i bon veprat e mira, i merr seberit për çkaqet, shtetesh në Allahu subhanahu wa taala, je i sinqert me Allahun azza wa jall, jep rrugt Allahut subhanahu wa taala, Allahu të mbron ti pa e ditur. Ama ti i bën të gjithë sebepet. Shuarja e zjarit të smyrziut me të mirë, ai i cili e ka këtë smundti dhe vun nga kjo smundti, sillu me të mirë me të. Me të mirë, jo me të keqe. Ne e kundërtën e bëjmë. Po sa më shumë ti që sillesh keq me të, aq më shumë i rritet, aq më shumë i shtohet e keqja, dhe aq më shumë i shtohet shpresa dhe dëshira për me të ta bëj të keqen. Bleni dhurat, afrohe, sillu mirë me të, shpreha dashurinë, kështu që me kalimin e kohës i zbutet zemra ti dhe shërohet nga kjo smundti. Thjesht, një njeri i cili vun nga një smundti për smundtive fizike, është vllau yt, qoftë prej nane, prej babe, qoftë kojshia, qoftë shoku, a do t'i ndihmojsh? Haj kërkon ndihmën tënde, do t'i ndihmojsh. Edhe ky vun nga një smundti më e madhe se ajo smundti fizike. Smira është më e keqe se kanceri, smira është më e keqe se diabeti. Sepse a e pam deri ku çon smira njeriu, deri në vrasje, deri në xhehenem waliadhu billah. E tash kur ta di se një njeri vun nga kjo smundti, ndihmoj që të shërohet nga kjo smundje. Në çfarë mënyrë? Me mirësjelljen tënde, me dhuratat e tua, me shprehjen e dashurisë tënde, me kalimin e kohës, do në Allahu subhanahu wa taala shërohet, pastrohet dhe gjendja e zemrës së tij stabilizohet. Tauhidi, njëshmëria, njësimi i Allahut subhanahu wa taala me tauhid dhe lidhja e fortë me Allahun azza wa jall. Kjo është ajo e cila ty të mbron nga e keqja e tij. E kemi tek më duket një rast, do ta cekim shpejt, kur një fallxhori, një sihirbaz, një magjistari i cili pendohet dhe tregon rastin dhe tregon ndodhit, tregon se çka ka ndodhur me njerëzit. Thot, kur njerëzit kërkonin të bëhet sihr magji filanit, kërkon tezja nipit, halla nipit, nëngjyshja ose gjyshja, nëna e gruas, e kështu me radhë. Keni parasysh se gratë duhen sundimin ta kenë përmes sihrit magjive. Sundimin të vajzët, të nusja, të familja, e bëjnë grania për me sihrit magjis, dëshirojnë këtë mënyrë t'i kenë në sundim fëmijët. Fëmijën mos t'ja marrën nusja, a është martu, se tash nusja ka me shfrytzu pasurinë atij. E për mos me shfrytzu pasurinë djalit, për me bo djalin ka veti, çka duhet me bo? Duhet me bo magji. Kështu bën, a? Ose vajza martohet, ama tash qysh me krej dhandrin ka veti ju, duhet me abo sihrin magji, me abo dhandrin ka veti, edhe kështu me abo lole dhandrin. Pastaj çka u bo dhandri? Izmeqar shërbëtori i kujt? I gjyshit i gjyshes, ose vjerit vjerës. Pse? Sepse ka bo të keqen. E në këtë mënyrë ato dëshirojnë dhe mundohen që të sundojnë, për me sihrit magjis waliadhu billah. Ama, kur të jeshim shtetur në Allahun, ke tauhidin, njëshmërinë, je adhurus, je ibadetçi, me lejen të Allahut subhanahu wa taala nuk do të mundet të dëmtojnë. Tregon ky magjistari, i thot, kur vinin njerëzit me kërkesat e tyre për të bërë sihr njerëzve, thot, kisha thot raste me njerëz që duhet të bëhet magjia nuk i kapte. Sihri nuk i kapte. Si? Thot, ata kërkonin magji, normal, magjistarit i kanë rregullat e tyre, përmes fotove, emrit, teshave dhe kështu me radhë. Thot, i dërgonja shejtanët, thot, nuk e gjenin, nuk e takonin personin që duhet të bëhet magjia, sepse ata kur dërgohen duhet me gjetë për me sulmu. Thot, ktheheshin, më thonin se nuk e gjenin. Thot, i dërgonja shejtanët më të fortë. Ata thot, nuk e gjenin. Ose punë, ose shtëpi e kërkonin, nuk e gjenin. I dërgonja thot, i fritët, shejtanët më të këqij. Ata thot, e shinnim, thot, pastaj thot, në zhdukjesh te personi, bëhet fjalë për njeriu. Se si nuk i sheh ti, Allahu e bën që edhe ata ty mos të shohin. Si nuk i sheh ti, Allahu e bën që edhe ata ty mos të gjejnë. Ama kur je i fort i lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Edhe thot, e shikonin, po pastaj na humbte, nuk e dinim ku është. Thot, masi u pendova, masi Allahu më uzoi dhe për kësaj të keq që u largova, thot, e bash, thot, pse s'uni kanë gjetë. Pse? Thot Allahu subhanahu wa taala, mes tyre, pra mes shejtanëve dhe mes njerëzve të devotshëm, të fortë, me iman, me besim, me tauhid, thot, ne thot vendojmë perde mes tyre.
ata sun i gjenë, sun i shohin. Ti aty, ata i rrëtheje, po sun të shohin, të keqen sun të abojnë. Pse se je në mbrojtjen e Allahut te barekutaala. Po pse Allah mbron? Se je njeri me iman, me besim të fortë. Shtetë është fort në Allah subhanahu wa taala. I merr sebepet shkaqet. Je pasuesi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i bën shirk Allahut, nuk bën rrisin fen dinin Allahut te barekutaala dhe je në mbrojtjen e Allahut azza wa jall. Dhe pika e fundit se si të mbrohemi nga e keqja e smirziut, durimi dhe armikut dhe mos hakmarrja. Nëse ai të bën keq, duro. Jo me hakmarrje. Ti hakmeresh, ai aq më shumë ta bën të keqen. Ai aq më shumë, ti aq më shumë e nxit, aq më shumë e çon, aq më shumë e shtin që ai ty ta bën të keqen. Duro, sabër patjetër dhe mos u hakmir ndaj tij. Nëse ta bën 1, 2, 3, duro, kërkon mbrojtjen e Allahut, i sabrli, i durimtar, leja çështjet Allahu te bareke ve taala, Allahu është ai i cili do t'i rregullon. Se pa ndihmën e Allahut ti kur gjë s'u bën. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na ruan nga e keqja e të keqit, nga e keqja e keqdashësit, nga e keqja e keqbërësit, të na ruan nga smira e smirëzjut, nga hasedi i hasedgjut, nga xhelozia e xhelozit. Lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i pastron zemrat e çdo kujt që i kanë të mbushur me smir, me xhelozi, me mendime të këqija, me mendime të liga. Lutim Allahun subhanahu wa taala që zemrat tona të na i pastron, na i shëron, gjoksat tona të na i ndriçon. Lutim Allahun subhanahu wa taala që në rrugën e drejtë të na udhëzon, Jannatul Firdaus me Muhammed sallallahu alaihi wasallam të na bashkon, të na takon. Wa akhiru dawanan alhamdulillahi rabbil alamin.